Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një ëmbëlsirë të shëndetshme, pa sheqer dhe pa miell dhe shumë e thjeshtë në përgatitje. Fillojmë pa humbur kohë. Ju nevojitet një banane, e ndajmë në copa dhe e vendosim në një enë. Nëse banania është akoma më e pjekur, do jetë akoma më mirë. Banania që kam përdorur unë nuk është se ishte aq shumë e butë, por gjithsesi unë kam vazhduar që ta përgatis. E shtypim me ndihmën e një piruni derisa të bëhet në formë pureje. Pasi është gati, do shtojmë një vezë, 200 gram kos, nëse është kos i trash, si ky që shihni në video, është akoma më mirë. Pasi kemi vendosur kosin, masën do ta përziejmë shumë mirë derisa na formohet një masë e njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Vazhdojmë ta përziejmë masën shumë mirë, më pas do shtojmë pak vanilje, pluhur ose të lëngësht si në rastin tim. Nëse nuk e preferoni vaniljen, mund të shtoni kanellë, karafil, sipas dëshirës. Vazhdojmë përzierjen dhe më pas do shtojmë një filxhan çaji ar kokosi, një maj lugë e pluhur fryrës dhe vazhdojmë masën ta përziejmë. Nëse ara e kokosit nuk ju gjendet në shtëpi ose nuk është e preferuara juaj, mund ta zëvendësoni atë me tërshër, ose tërshër siç është, ose tërshër të bluar. Bëhet shumë e mirë. Unë e kam provuar në të dyja rastet dhe bëhet shumë e mirë. Pasi e kemi përzier, do shtojmë disa boronica. Nëse nuk ju gjendet, mund t'i zëvendësoni me çfarëdo lloj fruti që preferoni, edhe me lule shtrydhe bëhet shumë e mirë, duke qenë që tani kanë edhe sezonin. Ndaj mund të zgjidhni këtë dëshironi, ose pak çokoladë të zezë është e shëndetshme, gjithashtu mund ta zëvendësoni. Pasi e kemi përzier mirë, e vendosim në tavën e pjekjes. Unë kam vendosur letër kuzhine në mënyrë që të mos ngjisas pak. E hapim mirë në të gjithë sipërfaqen. Kam vendosur edhe disa boronica lart dhe e kam pjekur në 180 gradë. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Mua më ka marrë rreth 40 minuta. Dhe pas pjekjes, siç e shihni, ka marrë një ngjyrë dhe ka një aromë fantastike. E shërbejmë me mjalt gjithmonë sipas dëshirës. Nëse mjaltin e keni shumë të mirë, atëherë është një ëmbëlsirë plotësisht e shëndetshme. E keni gati për ta shijuar. Shijon kaq shumë me një kafe, me një çaj dhe sigurisht edhe në shoqëri të mirë akoma më mirë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të lini përshtypjen tuaj në koment, ose nëse ju e keni përgatitur ndryshe apo keni shtuar ndonjë përbërës tjetër, shkruajeni atë në koment që ta përgatisim edhe ne ose të gjithë ndjekësit gjithashtu. Nëse dëshironi, mund të më shkruani në koment se nga cili vend i botës apo i Shqipërisë më ndiqni. Është kënaqësi për mua ta mësoj. Faleminderit që më ndiqni, dëgjohemi në recetën e radhës.